Mentor, pse ka frikë Kurti prej Hamzës? Ka frikë për shkak se në kuptimin që kësajnë që tha për me pranu ose mi bo ftesë për koalicion. Hamzës dhe Partisë Demokratike, në përgjithësi, për shkak se nëse lëvizjave të vendosje fton Partinë Demokratike dhe hyn koalicion me Partinë Demokratike, atëherë lëvizjave të vendosje në një farë forme bjen në përqindje, për arsye se ai pjesë elektoratit që votojnë lëvizjen vetë vendosje, një pjesë e madhe votojnë pikërisht që ka qenë kundër edhe qasis ti ndaj PDK-s edhe të luftës. Kjo kon arsyeja, pse e kanë votu edhe pse LDK që elektorati ka shku tub Albin Kurtit. Edhe një qatë dohet me përgëzu Prandaj edhe friksohet. M'fal, duhet me përgëzu zotin Abdigjiko që ka qenë konsistent për ditës parë. Me ty nuk të vi, heq. Pa i mas një. Ato të me përgëzua, destruktiv në raport me opozitën. Dakor. Mirë që do Pona i sot ke posë këmë me posë qeveri. Ngam. Unë po thamë që a ka mujtë zotë Abdigjiku sot me konë me partinë e ti në një pozicion shumë të favorshme, edhe këtona nuk du të me muhu. Shkuptim me favorshme, shkuptim. Në aspektin e pushtetit. Me konë pjesë e pushtetit. E pozicionume në mënyrë fantastike. Po tash varet sa ky zgjat, ai apo tash po bën lojë fjalë, Shavdin. Jo, po ty më kërkon, po tash ai sa i ke, tash vi lep veç je nervoz se po diskutojnë. O jo. Se Abdigjiko veç pak, Abdigjiko e ka llogarit shumë mirë deri te presidentja se çka mundet të mendohet. Tash ai ka menduar që është pushteti shumë i shkurt, ku është shumë i shkurt po bashku me nuk është informat. Najna thirr, domethënë jo i thirr këto me diskutua dhe me analizu. Nëse kena informat shtesë, unë po e hapi si çështje, çështë Armendit që mundet me analizu çështë Abdigjiku, edhe me thënë që pse më shkune me vetëvendosjen deri në shkurt? Kur moj ndoshta më fitu më shumë. Një pyetje thjesht, një pyetje thjesht. Ka logjik. Me që u futët atë në këtë temë, tash po të llogarit si debatues. Jo, s'jam debatues, vetëm që pasi çështja jo, ti ma tregon mua. Sa deputet i ka lëvizja vetëvendosje? 4 saj ka. 48. 48. Sa i ka LDK? 22. 20. Që 2 ja. Minoritetet në tërësi. Do më thonë, ishin konë afer për me bo edhe një kombinim, edhe Vjosa Osmani kish kontaktu pak listë sërbska se i ka kontaktu, ma përpora. Po bazona në praktika. Edhe kish kalu edhe problemin e presidentit. Do të jemi me një mësë bëhemi o gurzi me thonë viç keq. Na do të janë jojnë, si me rritë. Se rrjedhimisht, partia e parë, me partinë e tretë në këtë dynjen hinë në koalicion. Rrjedhimisht. Nuk u hinja, jo jetën. Ai nuk u hinja sotu që përgjysmohet tapet, se edhin e ko përvojnë ma heret, se ka po përbërës një. Sigur të ki që to, që të lirona politika sa veti. Ja, po ti ma heke që të gojle si me dorë, u kry vla, bo ma halas. Mi dhonë merita, jo, unë vla kisha të tërhalë, unë të ma si veti. Që tash mi amaru një mirë njohje lumirë, si pas të jemi maru mirë njohje lumirë. Sepse ka Shka morë mirë njohës, po se ka pëtuaj se a i ka thonë hajvan. A i ka thonë hajvan. O për te i kësaj. Për te i qka? Për te i kësaj. A i ka mujtë me thonë, kjo është një gjuhë pas-elektorale në zitim, na për hirë të Kosovës, bla 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 bla, bëhemi bashkë edhe i bëhemi institucionet, e këshëm pasë edhe 4 vjetë që ato që na i shpjegoj, që ma herë që na i shpjegoj ajë. Që një pytje tjetër jeton? Lumira Abdigjiku e ka pa mundësu ordin e këti zotnjot edhe 4 vjetë në pushtet. Veç pak, një pytje, a për ditë, veç të aboj një pytje qëto jetonë. Po në qopë se e Po se ka po seriosisht aja s'ko e ka dhe qopë se e kishë pasë të